Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV ditën e sotme, për të diskutuar ngjarjet më të fundit, lëvizjet më të fundit nga showbizi dhe artistët shqiptar. Do të nisim këtë ditë maraton të gjatë duke komentuar ngjarjet e fundit të natës së mbrëmshme në Big Brother VIP Kosova. Personazhi shumë komentuar në rrjetet sociale, do me thënë në TikTok, tepër e komentuar, Alba Pollozhani, natën e mbrëmshme pati një moment tepër të vështirë pas një videoje të publikuar duke akuzuar produksionin që nuk kishin nxjerrur të gjitha pamjet. Nga momenti që u bë zënka e madhe, e cila ishte drejt për drejt në televizionin Klan dhe në Big Brother, që ju e patmë, do me thënë sjelljen dhe mënyrën se ku arriti Alba dhe cili ishte në fakt qëllimi dhe arsyeja që Albën e arriti deri aty nuk arritëm do të ta kuptojmë, ka patur mendime të ndryshme. Ish banor të shtëpisë së Big Brotherit, për shembull Vullneti, ishte pro mënyrës se si Alba u qas me Dinin dhe goditi produksionin, sepse Vullneti thonte që ne na përdorte produksioni si të dëshironte vetë dhe në këtë rast Alaudini, dhe kishte nga ato të cilët e gjykuan jashtë mase kundër Alba Pollozhanin për sjelljen dhe për sjelljen që ajo bëri. Tani çfarë e çoi Albën deri në këtë pikë që të denigrohet dhe që të del nga vetja pa u munduar që të sqarohet në asnjë mënyrë se çfarë në të vërtetë ndodhi me Elionën. Tani, e gjithë zënka e madhe kishte nisur vetëm për një krevat, për një pjesë që Eliona kishte fjetur me Albën. Dhe këtu nisi e tër zënka e madhe, nisi bullizimi, nisi mlefi, nisi urrejtja, nisi inati, nisi xhelozia. Do me thënë Benita dhe Alba, dy protagonistet në këtë video dhe dy protagonistet e kësaj ngjarje të shëmtuar, u bën të dyja bashk kundër drejt një vajze për ta denigruar dhe për ta nxjerrur sa më keq te publiku. Një fjalë vjetër popullore thot, kur ja bën varin tjetrës aty futesh vet. Unë në fakt nuk e kuptoj pse Alba, duke ardhur nga një familje mrekullueshme, duke ardhur nga një mbiemër që në fakt ka korrur suksese të jashtëzakonshme, ka bërë vepra fantastike, pse Alba ka përzgjedhur që në këtë Big Brother të nxjerrën këtë anë të vetes që nuk është ana më e bukur. E para njëherë Alba nuk është jo inteligjente, që do me thënë ta sqarojmë këtë pjesën. Alba ka një inteligjencë të papar, ka një zgjuarsi të papar, ka një artikulim të papar dhe nuk arrit dot ta kuptoj përse Albën e ka rëmbyer Big Brotheri që në ditët e para. Okej, gjithmonë e kam thënë si analist, si komentues i këtyre reality show-ve që këto janë shtëpi magjike, ose të rëmbejnë ose i rëmben. Dhe në këtë rast shtëpia magjike e rëmbeu Albën. Por ku mbeti shoqëria? Ku mbeti shoqëria me Benitën? Tani kjo është pikpyetja e madhe. Këtu arritëm të kuptojmë që mes dy gocave, as ato të dyja vetë nuk e kanë ditur se çfarë kanë dashur, sepse deri dje ishin ato dy shoqet e ngushta, dy motrat që erdhën të dyja brenda në Prime me vonesë edhe i thanë kamerës që ju na keni haruar ne, do me thënë treguan një afrimitet papar, dhe më në fund ishte Benita ajo e cila nuk foli, dëgjoi reagimin e publikut, e kuptoi që janë shumë gabim jashtë edhe kërkoi falje publike kundër drejt Elionës. Edhe pse Benita u arsyetua me fenomenin që unë nuk e kam ditur, po unë besoj që e ka ditur. Tani, pikpyetja mbetet se ku është Alba. Alba, nga informacione që kam marrur unë, është nën kujdesin e psikologëve, do me thënë nën kujdesin e produksionit. Alba i ka tepruar shumë fjalët brenda asaj shtëpie. Nuk e di më nëse do të ketë një rikthim të dytë në këtë shtëpi. Besoj që po të ishte në Big Brother VIP Albania, karriera e saj me Big Brotherin pas gjithë formës dhe kulturës se si ai u soll, do të kishte përfunduar aty, por mendoj që do të ketë edhe një rikthim, sepse me Albën edhe me Benitën dhe me Elionën, Edin, Hygertën në anën tjetër, unë do ta them që zyrtarisht natën e mbrëmshme janë ndarë të dy polet e shtëpisë. Dhe tani lufta do të vazhdon. Në momentin që Alba do të futet brenda në shtëpi,
përsëri do të godete Lionën, përsëri do të ketë zënka sepse Inati ka mbetur në atë mes. Unë uroj që shoqëria e Albës, familja e Albës, të dërgoj një mesazh qoftë edhe me një dron brenda asaj shtëpie për t'i treguar Albës që mund të tregon vlera më të veçanta, mund të tregon vlera më të bukura dhe le të njohim nga ana e saj një personalitet të bukur dhe jo ta njohim këtë Albën kaq të neveritshme, në fakt teksa po e shikonim në televizion. Mua mbrëmë ka ikur mendja fare me atë që e pash dhe nuk e pranoj dot që një femër, sidomos në televizion, të ketë një kulturë të tillë.